Përshëndetje të nderuar miq, jemi sot në emisionin Koha Botrorit, në botrorin ndoshta më të madh të historisë dhe më të gjatë. Me mua në studio është kolegu im Ernest Koçi, që do të bëjmë një analizë të përgjithshme të gjitha skuadrave, të gjithë yjeve, përpara një nga eventeve më të rëndësishme të gjitha kohërave, do të thoja. Organizohet në Amerikë, Kanada dhe në Meksik dhe marrin pjesë 48 skuadra. 104 ndeshje do të shohim deri më 19 korrik në finalen e madhe. Ernest, përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e emisionit të parë në një botror që do të thoya do të jetë emocionues dhe i gjatë. Rozalb, është me të vërtet kënaqësi, sidomos flasësh për futbollin dhe aq më shumë në këtë debutim që rastis të jetë me botrorin, me të vërtet emocionues besoj. Ernest, sot mund të kishim ndoshta debutimin edhe me kombëtarën tonë, pasi i shkuam shumë afër. Ndoshta më afër se kurrë, sepse kombëtarja Silvinjos shkoi deri në fazën play-off dhe nuk arritëm. Kë fajsoni që nuk u realizua kjo ëndër? Rozalb, ditët e fundit kemi ngjuar shumë hipoteza se kush e organizon protestën, ta lidh pak me politikën, thonë që protesta ka edhe pse iku Silvinjo. Sidomos duke ju referuar edhe dy ndeshjeve të para me trajnerin Marant, po për të qëndruar tek pyetja që ti më drejtove, kush janë arsyet që Shqipëria shkojnë botror. Mendoj se ka keqardhje për sfidën e parë me Polonin, po duke pa që kundërshtar kishim një skuadër të mësuar që shkonte prej 9 vitesh në botror, prej 9 kualifikuesesh në botror, atëherë kupton edhe rëndësinë edhe forcën që ka kjo skuadër. Gjithsesi, jam në mendimin që Polonin duhet ta kishim kaluar, edhe pse përballë më pas do të kishim një ekip si Suedia, e cila ka një vlerë të jashtëzakonshme në tregun e merkatos të lojtarëve të saj, shumë cilësor, por që mendoj si herë e parë që Shqipëria shkoi në play-off të botrorit, ishte arritje, padyshim që mund bënim më shumë kundër Polonisë, por referuar cilësive, mendoj se kaq ishte kapaciteti, edhe pse nëse do të ishte në botror me nëse do të ishte në botror, patjetër që do të ishte një botror i paharrueshëm këtu në Amerikë. Ernest, gaboj më shumë Silvinjo apo futbollistët? Kë fajsoni më shumë nga kjo mosarritje në botror? Sipas pikpamjes tënde, nga që kemi qëndruar pranë dhe kombëtarës, kemi parë se si kanë qenë analizat, si është paragjykuar Silvinjo? Rozalb, ne kemi qenë në çdo ndeshje të kombëtarës dhe kemi patur një keqardhje, le të themi dhe në diskutimet tona jashtë kamrës, që këtij ekipi keqardhja ka qenë që nuk i është marrë maksimumi. Dhe mendojmë që edhe në sfidën me Polonin, Shqipëria po të kishte guxuar më shumë, sepse ne e pam që kuqezin tanë patën shumë raste dhe disa prej tyre ishin me të vërtet raste shumë të pastra. Dhe nga momenti që rezultati shkoi 1-0, pam një tërheqje të Shqipërisë, diçka që nuk duhet ta bënte, edhe pse ne në kundërsulme kishim mundësinë për ta dërguar rezultatin në 2-0 pas golit që shënoi dhe Arber Hoxha. Në këndvështrimin tim, Silvinjo duhet kishte bërë më shumë, ishte edhe momenti ndoshta që të largohej, unë nuk mund ta mohoj dhe të them që kam qenë pro qëndrimit të tij edhe më gjatë, edhe pse në këndvështrimin tim nga momenti që ai ka ardhur te Shqipëria ka bërë shumë mirë, ama kishte ardhur momenti që të largohej. Kuj do t'i vëj më shumë faj për pjesën që nuk shkuan botror. Për mua nuk është faj, por si trajner, ashtu dhe futbollistët mendoj se mund të kishin bërë më shumë. Gabuan në hapin e fundit. Patjetër. Ernest, kalojmë tani te analiza atyre që shkojnë në botror, në fakt, sepse ne nuk arritëm. Për këtë do bëni tifo fillimisht? Shiko, kolegët e kemi parë bashkë edhe në përgjithësi, e kanë çik vështirë tregojnë se me kë bëjnë tifozlik. Unë nuk e kam fare këtë kompleks, sepse dita ndaj edhe punën nga tifozliku, dhe mund ta them me kënaqësi që mbështes Brazilin, jo thjesht e shikoj, por jam edhe simpatizant i rregull, madje edhe ndeshjet e Brazilit, sidomos kur luan në Kupën e Amerikës, i shikoj edhe pse në orare jo të përshtatshme siç është dhe ky botror. Për të ndalur te ekipet favorite, kemi Spanjën, Francën, Anglinë, Argjentinën, Brazilin. Kush besoni që i shkon më pranë këtij trofeu këtë sezon? Do mbetet në Amerikën Latine apo mendoni se do të rikthehet sërish në Europë? Ka një statistikë interesante që e ka thyer vetëm Gjermania në 2014-ën, që asnjë ekip europian nuk e ka fituar botrorin kur është zhvilluar jashtë Europe. Këtë e theu Gjermania në 2014 në Brazil,
dhe mendoj se ka shumë gjasa të ndodhi edhe këtë vit, pasi mendoj se me diferencë, me pak diferencë nga kombëtarët tjera, Franca dhe Spanja janë dy ekipet pretendente për ta fituar botrorin. Mjafton të shohësh përbërjet e tyre dhe sigurisht e kupton këtë, e kupton edhe nga kuotat që kanë në tregun e basteve, e kupton edhe nga vlera e futbollistëve që kanë në përbërje, po të ndalesh vetëm te Franca e kupton që një sulm me të vërtet teti frikshëm me Dembele. Do bëjmë pas edhe analizën e plotë të gjithë skuadrave, për mendimin tim Franca dhe Spanja janë dy kombëtaret më favorite. Që më favorite për shkak të përbërjes së ekipeve. Ndërkohë unë mendoj që për të dhënë mendimin tim, sepse jemi edhe në prag botror, mendoj që Portugalia ka të gjithë cilëtetin e nevojshëm për të bërë atë, për të fituar kupën e botës, sepse ka një futbollist jashtëzakonshëm si Cristiano Ronaldo. Ka një mesfushë të jashtëzakonshme me Vitinhon, Nevesin dhe me Bruno Fernandesin, i cili ka zhvilluar një sezon të jashtëzakonshëm në Premier League dhe besoj që e shikoj Portugalinë si surprizën më të madhe të këtij botrori që besoj do të shkojë edhe në fund dhe edhe mund ta fitojë. Edhe pse ka pasur matematicien që janë shprehur që do ta fitojë Holanda kundër Portugalisë. Për mendimin tim ka dhe ndjes nëse ndërhyj, po edhe një teori konspirative se tifozët e Ronaldos thonë që para 4 vitesh sikur ndikoi pak FIFA për t'ia dhënë Messit. Në këtë rast ndoshta FIFA do ndikoj për t'ia dhënë Ronaldos. Por që nuk mendoj se do të ndodhë. Kush e ka trajnerin më të mirë për si bërë një analizë paraprake, kë shikoni më trajnerin me ekspert, edhe pse do thoya që te Ancelotti do ndalesh. Patjetër. E nisa duke thënë që jam tifoz me Brazilin, jam koshient që Brazili është larg ekipeve si Franca dhe Spanja, ama mund të them se ka trajnerin më të mirë për mendimin tim në bankinë. Ancelotti dihet shumë mirë. Është një trajner ekspert. 5 herë fituesi i Champions League, ka fituar në çdo kampionat të mundshëm në 5 kampionatet kryesore, edhe pse kombëtarja është diçka tjetër, por duke njohur cilësitë e tij dhe duke ditur që ai di të menaxhoj shumë mirë atëherë kur ka shumë hyje në një kombëtare, mendoj se ky është edhe rasti i Brazilit, edhe pse hyjet mendoj se i ka vetëm në sulm. Një detaj interesant, Rozalbe, është edhe fakti që ti besoj je në dieni, po për shikuesit që asnjë trajneri huaj nuk ka arritur që të fitojë botrorin me një kombëtar. Urojmë që kësaj të vijë fundi me Ancelotti. Për të kaluar tani në një analizë disi më detajuar të grupeve, do na ndihmojë edhe regjia. Kemi grupin A, ku mendoj që unë shikoj Meksikën dhe Korenë më favorite, edhe probabilitetet janë më të larta, nuk e di si mendon ti, po është edhe Republika Çeke një kundërshtar i hidhur, do thoya. Patjetër, ti me drejt për Meksikën jam dakord, por nuk e shikoj që Korea e Jugut të kaloj grupin. Ndoshta për mendimin tim skuadra si Republika Çeka apo Afrika e Jugut janë më cilësore, edhe pse me zgjerimin. Korea në fakt na ka mësuar që ka eliminuar edhe Gjermaninë, mos harrojmë. Surpriza ka patur gjithmonë. Edhe Maroku shkoi në gjysmëfinale, por nuk besoj ta përsërisi. Shumë interesant besoj grupi B. Yes. Shiko, Rozal, duhet të saksojmë diçka që përveç mënyrës tradicionale si ka funksionuar botrori, nuk do të kalojnë vetëm 2 ekipa. Do jetë edhe një të tretat më të mira. Po, 8 nga 12 grupet që renditen të tretat më të mira do të kalojnë. Besoj te grupi A janë gjasat më të mëdha, sepse edhe është grupi më i fortë. Me një diferencë të vogël të Meksikës, pjesën tjetër i shoh skuadrat barabarta. Ekipet barabarta. Te grupi B kemi duel interesante, Zvicra, Kanadaja, Bosnia, Katari disi më. Po, mendoj se edhe renditja, kjo do të jetë renditja përfundimtare. Këto në fakt janë probabilitetet që kanë bërë mediat e huaja për mundësinë se si mund dalin në vendin e parë, ku kemi Zvicrën me potencial më të lartë me 55%. Për të kaluar te grupi C ku gjendet Brazili, ka kundërshtar si Maroku, Skocia dhe Haiti. Përveç Haitit, që besoj do të jetë ekipi që do të renditet në vendin e fundit, mendoj se do të ketë një palotazh shumë të fortë mes Marokut dhe Skocisë. Skocia është një nga ato kombëtare që luan shumë fort, shumë ashpër, ka elementin e saj, pjesën fizike, një skuadër me hyjen përbërje dhe
Mendoj se mund t'i hapi shumë punë Marokut, por mendoj se grupi C, grupi ku bën pjesë dhe Brazili, do t'jetë një nga ato grupe që do të kaloj me 3 skuadra më te. Kemi grupin D, shumë grup interesant, Shtetet Bashkuar, Turqi, Paraguay dhe Australi. Nëse do mendimin tim Turqinë në vendin e parë në këtë grup, e ndjekur nga Amerika dhe më pas Australia. Për mendimin tim Paraguay nuk është më ajo skuadër që dikur bënte edhe befasishëm të mira. Në Kupën e Botës. Patjetër. Në grupin E gjendet Gjermania, Ekuadori, Bregu i Fildiq dhe surpriza Curaçao, që është debutuese në Kupën e Botës, një shtet shumë i vogël. Gjermania si e shikon? Shiko, Rezar, një nga ato kombëtare që unë pres me padurim për ta parë në botror është Gjermania. Kam shumë besim tek trajneri Nagelsmann, një trajner që ju merr më të mirë në skuadrave, edhe te Bayerni bëri mjaft mirë, u hoq në një mënyrë shumë të çuditshme për mendimin tim, por Gjermania nuk është më ajo kombëtare që është e plotësuar në çdo repart. Ka shumë pikë pyetje, mendoj më shumë se sulmi, pjesa e mbrojtjes dhe mes fushës ka shumë pikë pyetje te Gjermania, por shiko, nëse përmendet Gjermania, gjithë do t'i bëjnë llogari 2 herë. Sepse është një ekip ekspert në kompeticione të tilla, njihet edhe me Italinë. Kalojmë pak te grupi F, Holanda, Japonia, Suedia dhe Tunizia. Një grup interesant, do thoja, sepse Holanda dhe Japonia shihen pak më Nuk e di nëse është i saktë kjo renditje e grupit, se besojnë këto janë probabilitetet për dalë në vendin e parë. Mendoj se aty te Suedia, këtu te grupi im del që është Shqipëria, se ky do të ishte grupi ku do të ishte Shqipëria. Do ishte shumë interesante, por që bëj shaka, por mund ta shohim vetëm nëntrë, do të thoja. Po, patjetër. Përveç Holandës që është favorite për vendin e parë, nuk diskutohet. Suedia është një nga ato kombëtare ku unë kam shumë pritshmëri, edhe pse ne e dim që në kualifikueset të botrorit mori 1 pikë në mos gaboj, por arriti që të kualifikojë nëpërmjet Ligës Kombeve dhe më pas shkojnë play-off ku edhe arriti të sigurojë kualifikimin. Por shoh një Suedi shumë të rrezikshme dhe shoh një Suedi e cila mund të jetë edhe një nga ato surprizat të botrorit. Unë e shoh bashkë me Marokun, do të thojë Maroku është një ndër ekipet më të rrezikshme. Nuk e di, kam dyshimet e mia. Ka disa lojtarë shumë të rrezikshëm. Shiko, Rezal, është e lehtë ta bësh surprizë një herë, po ta përsërisësh është shumë e vështirë. Dhe sidomos pas asaj që ndodhi në Afrikë, në Kupën e Afrikës, mendoj se sepse Maroku e fitoi në tavolinë, ndërkohë trofeun nuk e pranoi më pas, por që gjithsesi është një debat shumë i madh. Grupi H, Spanja dhe Uruguay si gjithmonë bien bashk, Arabia Saudite që kemi pasur një miqësore, mos gaboj, Shqipëria para që na poshti. Po, me Arabinë Saudite kemi luajtur, në mos gaboj ka qenë dhe para botrorit 2022, ka qenë një ndeshje e përfolur shumë pasi ajo nuk është ekip për të universizuar, do thoya, dhe Kepi Gjelbër që Kepi Gjelbër në mos gaboj është një nga ato kombëtare debutuese, por përveç Spanjës që është favorite shumë absolute, pa diskutuar, duket edhe nga përqindjet që ka për të kaluar grupin, edhe Uruguay e shoh me skuadrave që do të kalojë dhe besoj se diskutimi do të jetë patjetër mes Arabisë Saudite dhe Kepi i Gjelbër. Mos harrojmë që Arabia Saudite në botrorin e kaluar ju ofroi shumë pranë surprizës, mundi Argjentinën dhe ishte shumë pranë për të kaluar grupet. Grupi I do thoya është grupi më i hekur, sepse Franca do ndeshet me Norvegjinë dhe Senegalin. Senegali njihet si një ekip mjaft i rrezikshëm. Norvegjia nuk njihet ka një potencial të jashtëzakonshëm futbollistës, por nuk e shfaq në fushën e lojës. Në fakt mendoj pak ndryshe, se Italinë e la dytin në grup, e mposhti 2 herë, si në Norvegji është edhe në Itali. Ndërkohë që unë te Franca kam disa dyshime, nuk e di, Mbappé si gjithmonë protagonist me episode, me futbollistë. Dyshimi vetëm që unë shoh te Franca është fakti që Didier Deschamps e ka deklaruar të rreqin nga kombëtarja pas botrorit. Në dijenin time, asnjë ekip nuk ka triumfuar për sa kohë trajneri ka deklaruar më herët largimin, dhe vetëm kjo është pikpyetja e madhe që u kam te Franca. Vetëm te Bayerni, në fakt. Po flas për kombëtarët. Po them që ka ndodhur një rast që te Bayerni ka larguar. Shiko, te Bayerni mund ta fitosh besoj kampionatin edhe pa trajner. Fitoi Champions League me, nuk e di, me një trajner. Nuk jam i sigurt, por gjithsesi.
Tani më kujtua që e ka fituar. Për gjithsesi për mendimin tim, fakti që Deschamps ka deklaruar që do të largohet pas botrorit, ngre shumë pikë pyetje nëse futbollistët Krijon disi përçarje, do të thotë. nëse futbollistët do t'japin maksimumin e tyre kur e dinë që një trajner është i ikur. A do ta bëjnë atë sakrificën për Deschamps, për ta marrë botrorin, pasi e dim që në futboll cilësia është ajo që bën diferencën, po cilësia pa vendosur zemrën në fush, mendoj që nuk sjell gjithmonë rezultat. Grupi J kemi Argjentinën, Austrinë, Algjerinë dhe Jordaninë. Shiko Rozal, përveç Argjentinës që besoj se do ta kaloj grupin dhe nuk diskutohet, edhe Austria për mendimin tim është e padiskutueshme, pasi ka diferencë teknike, fizike, cilësie si me Algjerinë ashtu dhe me Jordaninë. Te grupi K, që është Portugalia, Kolumbia, Kongo dhe Uzbekistani. Uzbekistani i mbrojtësit italian, se s'po më kujtoj, i Cannavaros. I Cannavaros, që në fakt sot ka pasur polemika në fakt edhe mediat botërore, sepse ka pasur një kontroll të jashtëzakonshëm, madje edhe me qenë antieksploziv, sepse nuk e di se çfarë mund të kishte në çantat e tyre. Shiko, në masat e sigurisë të Amerikës janë zbatuar disa protokolle me të vërtet çuditshme. Kemi parë që përveç Cannavaros është ndaluar edhe arbitri më i mirë i Afrikës. Patjetër, pam De Bruynin që i hoqën dhe atletet në aeroport, kontrolle me detektor. Unë fakt nuk e kuptoj se një vend organizator që i fton ekipet kombëtare, i fton dhe tifozët dhe i nxjerr këto bllokada, sidomos për përfaqësues të ekipeve kombëtare, më duket me të vërtet shumë e çuditshme. Pam edhe atë ndryshimin si priteshin në Meksik dhe si priteshin në Amerikë. Në Meksik ishin me atë muzikën tradicionale, ndërsa në Amerikë me detektor. Në grupin L është Anglia me Kroacinë dhe Ghana e Panamaja. Shiko, jem kurios për Ghanën, një ekip me të vërtet interesant, gjithmonë ka luajtur me zemër në fush, dhe besoj se do e loj me Kroacinë, ndërsa Anglinë ne kemi parë gjithmonë që kur është në fazë grupesh nuk e diskuton vendin e parë. Për të kaluar të repart pas repartit, cilat mund të jenë më të mirë do të thoja, dhe bëjmë disi parashikime për këtë kupë bote që pritet të jetë shumë interesante. Te porta kanë vendosur 4 kandidat: Maignan, Courtois, Martinez dhe Ochoa. Ochoa duhet të jetë patjetër. Kështë më të mirin e botrorit. Në këtë listë, nëse ka disa figura që na kujtojnë botrorin, ai është Ochoa. Ochoa është i jashtëzakonshëm, gjithmonë pjesë e botrorit. Jo kot merr pjesë për herë 6. Por shiko, për cilësi, mendoj që Maignan dhe Courtois janë 2 portierët më të mirë. Po Martinez ka qenë protagonist absolut në fitimin e botrorit për Argjentinën. Edhe mendoj që nga të 4 Courtois do të jetë portieri më i mirë, edhe pse nuk e di nëse do t'i përgjigjet Belgjika. Ndërkohë unë mendoj që Maignan do bëj paraqitje shumë të mira, do varet edhe nga Franca, po Dubois Martinez është fenomenal do të thoja, dhe këtë herë pritet të jetë protagonist e Argentina, ta ndihmoj ekipin për të shkuar ndoshta në gjysmëfinale apo dhe finale. Ndërkohë që Ochoa dihet që Meksikën do të ndihmojë pa sa mundet. Patjetër. Martinezin e shikoke Argentinën sërish gjysmëfinalist ose finalist. Besoj që po. Për të ndalur te mbrojtja më e mirë, unë kam renditur në fakt 8 skuadrat kryesore të botrorit, edhe me listën e mbrojtësve që kanë në përbërje. Unë do veçoja disi, ndoshta Argentina ka një mbrojtje shumë të mirë, edhe Brazili në emra, por nuk e di si do të jetë në Shiko, nëse unë për të paktën për mendimin tim, Gjermania besoj që e shikon që ka shumë probleme. Po, besoj i ke bërë një nder Nagelsmann që Kimmich e ke rreshtuar në mbrojtje, sepse në mesfush. Në mesfush e kam parë shpesh kohët e fundit, te Bayerni po edhe te Gjermania, ndërsa 2 kombëtarët për mendimin tim që kanë mbrojtjen më të mirë janë pa diskutim Anglia dhe Franca. Franca me Koundé të Barcelonës, Saliba i Arsenalit, një nga mbrojtësit për të mos thënë më i miri i momentit, Upamecano gjithashtu pjesë e Bayern Munich, i padiskutueshëm tek ekipi gjerman, dhe pastaj për Theo Hernandez gjithë e njohin dhe mendoj se është mbrojtja më e mirë. Gjithashtu edhe Anglisë, ndërsa pjesa tjetër mund gjemë në çdo repart mund gjemë probleme. Po edhe Holanda ka një mbrojtje interesante me Timber dhe Van Dijk, edhe Dumfries që ka luajtur Reali. Po Timber
besoj e di që u dëmtua dhe ka humbur botrorin, por gjithsesi mbrojtja e Hollandës është me të vërtet cilësore, por po flasim domethënë gjithmonë nëse është ajo mbrojtja që do të çojë drejt trofeut. Në këtë këndvështrim them që Anglia dhe Franca e kanë mbrojtjen më të mirë. Kam shumë pikë pyetje tek mbrojtja e Spanjës, sepse rëndis tek ekipet favorite bashkë me Francën. Po që në mbrojtje gjithmonë ka pasur do të thoja probleme që nga kohë Pikes që... Patjetër, është pikërisht ajo që dohet shtoja, Franca nuk është shuar gjithmonë, madje edhe lojtarët mbrojtës i ka me ato cilësitë sulmuese, me ato cilësitë për të mbajtur topin. Tiki-taka. Patjetër. Kalojmë te mesfushën, unë nuk besoj që ka shumë diskutime, por nuk e di si çfarë mendimi ke ti. Besoj do thush për Portugalin. Unë jam për Portugalin që ka unë jam për Spanjën, them drejtën. Okej, unë të jap drejt ty në këndvështrimin tënd. Ndoshta ke cilësitë teknike, ke drejt, sepse janë futbollistë që njihen shumë, por që unë mendoj që Neves dhe Vitinha janë dy mesfushorët më të mirë në botë, kanë treguar edhe te Parisi, kanë fituar 2 herë Championsin radhazi. Nuk të heq asnjë pikë Razalbe, vetëm pikë pyetje kam është se si Joao Neves dhe Vitinha do të bashkëpunojnë me Bruno Fernandes. Sepse është futbollist që shënon shumë, por që nuk dihet shpreha është e vjetër, po janë 3 gjela në një kotet, dhe është e vështirë se kush do ta rrotullojë topin. Kemi parë që aftësia më e madhe e Paris Saint-Germain buron nga trajneri Luis Enrique. Dhe nuk e di nëse trajneri portugalez do t'i arrijë që t'ia marrë më të mirën, edhe pse nga ana cilësore, thash jam shumë dakord me ty, mund ta cilësosh edhe si mesfushën më të mirë, po në këndvështrimin tim, si një mesfush e provuar dhe që ka fituar Europianin, Pedri, Fabian Ruiz dhe Rodri, mendoj se mbeten aktualisht edhe mesfusha më e mirë. Dhe në cilësi besoj Gjermania duket pak më inferiore. Musiala ka shfaqur këtë sezon shumë probleme te Bayern. Musiala po edhe Stiller vjen sezonin e kaluar ishte ndër më të kërkuarit në Europë, është zhdukur disi. Emra janë interesant, por që nuk dihet se si do jetë forma. Nëse do t'i krahasonim me Spanjën dhe Portugalin që ti e përmende, mendoj se janë më poshtë, por edhe Franca ka disa pikë pyetje mesfush, mendoj unë. Edhe te emrat se Franca ka në fakt ka 3 ekipe, nuk dihet se kush do të jetë. Po, unë mendoj se Rabioti mund të ishte një ide për titullar. Po, në vendin edhe të Shumenit, por edhe të Çerkit, se Çerkin e shoh më shumë si sulmues se sa si mesfushor. Po. Kalojmë te sulmi. Sulmi ka emra interesant, nuk e di, ndoshta jetë Brazili më shumë. Shika, unë e përmenda pak dhe në fillim, për mu sulmi me yjet më të padiskutueshëm është Franca. Në këtë rast do ishte edhe Franca. Ketë Dembelen, fituesi topit të ardh dhe mendoj se mund të fitojë edhe të dytin top të ardh, edhe pse nuk jam absolutisht dakord, por gjithsesi cilësitë i ka, jo deri për 2 topa të ardh, por tani këto janë kushtet. Pastaj Mbappé është i provuar me Francën, një botror fal Mbappés dhe një tjetër që u humb vetëm me penallti, po Mbappéja protagonist absolut me 3 gola në finale me Argentinën. Dhe çfarë themi edhe për Olis, më i kërkuarin në mercato, 150 milionë euro thuhet se do të ofrojë Real Madrid, talenti i sardmes, nuk e di nëse ka ndonjë kombëtar tjetër që mund t'i afrohet. Shoqjet e Brazili ke ulur në stol Neymarin, sepse ka edhe probleme fizike, vështirë që të luajë. Është rikuperuar me çfarë kam lexuar ditët e fundit, mund të jetë. Ka zëra, por që gjithsesi nuk dihet. Të jap, shiko, unë në këtë pozicionim e shoh shumë mirë Brazilin. Domethënë, edhe për mua ky do të jetë treshja e sulmit, edhe pse kam shumë dyshime. Interesant fakt Endrick, sepse Endrick në këtë sezon ka qenë te pjesë e Leonit, ka zhvilluar një sezon të jashtëzakonshëm. Me aq sa kam kuptuar unë Ancelotin dhe kam ndjekur Brazilin, do të preferojnë marrjen e sulmit Mateus Cunha, sepse do një sulmues qendror, ndoshta më potent. Po. Edhe Portugalia ka shumë yje, do thoja. Cristiano Ronaldo. Po, në sulmja. Okej, se Felix, Bernardo Silva. Të ndërpreva që të Cristiano Ronaldo se besoj unë kam respekt absolut për atë që i ka dhënë futbollit. Po që nuk besojnë që do ta bëjë mrekullim. I papërsëritshëm, njeriu që ka bërë shumë breza dashurohen me futbollin të ri, por nuk është më për të fituar botrorin, me gjithë respektin. Pa diskutim mund të marr minuta si zëvendësues, po unë sulmin e shoh me shumë pikë pyetje te Portugalia, sepse edhe Joao Felix që luan në Arabinë Saudite nuk është më ai dikushmi dhe mund të them me plot gojë se kurrë nuk e ka bërë diferencën te Portugalia.
Bernardo Silva ka moshën që ka. Në kulmin e karrierës. Pastaj si zëvendësues është Leao që dhe ai ka shumë pikë pyetje. Është lojtar problematik. Pra për mendimin tim Portugalia do të vuajë shumë sulm. Po, unë kam bërë diçka interesante, kam marrë futbollistët më të vjetër të botrorit dhe pjesë e tyre janë emra shumë të njohur, do të thoja. Kemi Cristiano Ronaldon, Ochoan, Luka Modric. Më i vjetri në fakt është Craig Gordon, 43 vjeç, është portier. Nuk e di si e sheh, por që janë emra interesant. I kam quajtur pleq të botrorit 2026. Gordon ndjes, nuk e di kujt kombëtari është, e dija për Ronaldon e për Ochoan e për kështu. Por shiko, janë emra që i japin shumë bukuri botrorit. Cristiano Ronaldo, edhe pse unë them që nuk do ketë ndikim te Portugalia, ai do të ketë ndikim për të mbajtur ndoshta frymën e grupit, po jo për të qenë vendimtar në fushën e lojës. Modric kurse nuk mund të mungoj, sepse pavarësisht moshës që ka, e kemi pa dhe te Milani këtë sezon, arrin ende ta bëjë diferencën dhe sidomos te një kombëtare si Kroacia që kur them si Kroacia është shumë mirë për të shkuar sa më larg për të arritur gjysmëfinale, por nuk është tek ato kombëtare që janë si favorite. Pastaj edhe një emër si Edin Dzeko, një gjuetar goli për mendimin tim i pazëvendësueshëm. Nga emra që kë shikoni, nga emra që pritet të shkëlqejnë këtë botror, kë prisni, sepse nga Cristiano Ronaldo e kuptuam që nuk prisni shumë, por që ndoshta nga emrat të tjerë kë shikoni shumë interesant. Unë pres të rikthehet pas atij dëmtimi që pësoi Yamal Musiala. Është një futbollist që unë e pëlqej shumë. Por gjithashtu edhe Lamine Yamal janë yjet dhe botrori do të ketë shumë yje me të vërtetë. Olisi gjithashtu janë talente të jashtëzakonshme që nuk arrin dot të ndash, por gjithsekush mund të bëj atë diferencimin sipas pëlqimeve që ka. Nga këto tre, unë do të zgjidhja Olis, sepse e pëlqej më shumë, por mendoj që Musiala i Gjermanisë do të jetë ai që do të marrë vëmendjen ose më shumë ato kamra do të jenë drejtuar rreth tij gjatë këtij botrori. Te goleshënuesit më të mirë të botrorit, Mbappé, i padiskutueshëm? I padiskutueshëm sepse ka treguar në 2 botroret e fundit që është gjithmonë aty. Vetëm nëse tradhon Franca këtë herë që ndoshta nuk shkon larg. Patjetër, por e ndihmon edhe fakti është edhe Lautaro, mos harrojmë Lautaro i Argjentinës. Lautaro duhet të duelojë dhe me Julian Alvarezin për një vend formacion. Nuk e di nëse trajneri Scaloni do të bëjë ndryshime dhe do t'i përfshitë të dy në formacion, por ka dyshime, ndërsa për e zgjedh Mbappén pa pikë dyshimi sepse ai edhe këtë sezon të Reali u shpall goleshënues pavarësisht shumë problemeve, ka treguar veten edhe tek Franca. Në nivel individual është i pakrahasueshëm me gjithë futbollistët që kemi përmendur deri tani, për mendimin tim. Unë nuk e di, unë shikoj Harry Kane, një emër shumë interesant. Anglia ka një ekip, do të thoja, shumë të mirë. Nëse Anglia ndihmon Harry Kane dhe shkon shumë larg, atëherë Harry Kane e shikoj si favorit për këpucën e artë. Te futbollistët e vjetër u ndalëm, që ishte Cristiano Ronaldo, po te talentet e ri beson Yamali do jetë ylli këtij botrori, apo ka edhe emra të tjerë si Kubarsi, apo është edhe një emër tjetër shumë interesant nga Bosnia, Alajbegovic. Është lakuar shumë si emër në ditët e fundit. E kam parë që kërkohet shumë dhe në Itali nga Milan në ditët e fundit. Gjithsesi, besoj se edhe për Kubarsin kam dyshime, në fakt nëse është një mbrojtës cilësor. Po flasim për mbrojtës elitë, sepse që është i mirë, nuk diskutohet, pjesë e Barcelonës, pjesë e Spanjës, por gjithsesi ka shumë element që mund të jenë trion, për shembull, mezi pres të shoh ndoshta, edhe pse nuk e di nëse do të marrë minuta Nico Paz i Argjentinës. Po, ka qenë fakt në dyshim në ditët e fundit, por që vetë ka dalë në media dhe shprehur që nuk ka dëmtim. Është gati. Edhe Çeki, është shumë interesant. Shohim se do ketë hapësirat e Francës. Dyshoj se do të ketë hapësira, pra ka shumë element cilësor, shumë futbollistë që vlen me qindra milion që ndoshta edhe nuk do të gjejnë vend në formacion. Nuk e di për ty, për shembull, a mendon se Julian Alvarez mund ta përsërisë atë botror? Besoj që e ka disi të vështirë, edhe te fakti që ka në skuadrën një futbollist të rritur si Lautaro Martinez, i cili do thoya që
nuk është një futbollist që të lë shumë gola, është i uritur vetë, të shënojë dhe në këtë rast duke që e ka pak të vështirë. Edhe pse ka asistet e Mesit, që kemi parë edhe në misore që ka shkëlqyer. Për të ndalë të disa nga risitë e këtij botrori, do ketë disa risi shumë interesante, duke filluar te zvendësime që do jenë me sekonda, do kemi një top teknologjik. Kë shikon më interesante nga risi? Shiko Rezal, unë jam dalur disi gjatë të këto rregullat e reja, që ti e preke në fillim që do të futen në botror, janë 7 rregullat të reja dhe ajo që më bën më shumë përshtypje është koha 5 sekonda për të rinisur topin kur e rinis portieri. Pra rivënje fundore dhe e nis portieri. Është një kohë për 5 sekondash dhe mendoj që është një kohë shumë e pakët. Mbetet për të parë se si do të implementohet. Në momentin e zëvendësimit nuk jepet më shumë se 10 sekonda, pra nëse kjo rregull thyet atëherë do të luajë ekipi për 1 minutë me një lojtar më pak, por ka edhe rregulla të tjera. Për shembull, kartoni i dytë i verdh do të shihet me VAR, goditjet e këndit do të shihen me VAR. Gjithsesi, janë rregulla që besoj janë pozitive, mund përmirësohen rrugës, sepse gjithë qëllimi është për të rritur kohën efektive e të luajturit futboll, që edhe kjo ndeshjet në Amerikë në kushte në temperaturat nxehta, me ato rrufet që ne kemi parë dhe në kupët e botës që ndërpresin ndeshjen për shumë gjatë, por gjithsesi ne dim të themi e sigurt këtë që kur nis botrori, futbolli, ai topi merr gjithë vëmendjen. Nuk e di nëse e përmend edhe ti tani, po tek kushtet e motit besoj që e kemi parë dhe vitin e kaluar, na presin ndeshje që do zgjasin 3, 4, 5, 6 orë. Domethënë imagjinoj një finale në këto kushte. Një finale në këto kushte, sepse edhe nuk e di nëse edhe shikuesit e dinë, Amerika ka disa rregulla të veçanta, sepse nëse ka parashikime për tajfuna apo për gjëra të jashtëzakonshme të motit, atëherë ndërpritet ndeshja dhe tifozët nuk lejon. Shikoj, në Amerikë në disa prej vendeve koha, moti ndryshon shumë shpejt. Shumë shpejt edhe rregulli i ri që është aplikuar edhe në Kupën e Botës për klube është që në rast se ka një rrufe 13 km larg stadiumit, ndeshja do të ndërpritet për 30 minuta. Edhe në rast se ky 30 minutë që ka shkuar në 5 minuta nga fillimi i ndeshjes dhe ka prap një rrufe, atëherë rinis nga fillimi për 30 minuta. Dhe do të mbetet në dorë të natyrës se sa mund zgjasi një ndeshje. Bëm një parashikim për sfidën hapëse Meksik, Afrika e Jugut, që do zhvillohet në Mexico City me një stadium prej 83.000 vendesh. Do jetë ndoshta një sfidë spektakolare, por që se di kë shikon favorite, besojnë të Afrika e Jugut. Janë dy skuadra që i pëlqej shumë dhe na ka mbetur në memorje botrori 2010-s në Afrikën e Jugut, goli i famshëm i Chabalales në ndeshjen debutuese. Por shiko, nëse do të zgjidhja për një skuadër favorite, është Meksika. Jo vetëm për faktin që luan në fushën e vet, por edhe për dëshirën, adrenalinën që ato kanë kur zbresin në fushë, dhe stadiumi mitik Azteca nuk është për të neglizhuar, është një stadium ku është bërë historia e futbollit botror dhe ne dim pasionin e madh që meksikanët kanë për futbollin. Unë e vlerësoj jashtë mase, janë disa kombëtare si Meksika, por veçanërisht nga Amerika Latina, Amerika e Jugut që kanë një pasion të jashtëzakonshëm për futbollin dhe një ndeshje debutuese, një ndeshje hapëse, një ndeshje ku është Meksika në stadiumin Azteca, më bën gjitha të mendoj për një fitore të Meksikës, edhe pse do të jetë shumë e vështirë kundër Afrikës Jugut, sepse dhe ato e din që është ndeshja debutuese dhe do të japin gjithçka. Edhe presioni do jetë te Meksika për pikët në atë ndeshje. Ernest, falenderoj për praninë tënde në emisionin tim të parë dhe të uroj një botror sa më të lehtë, sepse do jetë një botror i gjatë, i mbushur me sfida dhe me spektakel. Rezalt, me të vërtet ishte kënaqësi të diskutoja për botrorin dhe aq më shumë në këtë emision debutues tënde. Faleminderit. Kënaqësi. Miq të dashur, do shihemi sërish në puntatat e tjera me zhvillime interesante nga Kupa e Botës, sepse na presin sfida emocionuese, ku shpresojmë të shohim spektakel.